Prokurori i përgjithshëm ka dorëzuar raportin vjetor për situatën e kriminalitetit në vend në Kuvendin e Shqipërisë. Në këtë raport ai ka paraqitur të dhënat më të fundit lidhur me nivelin e krimeve të kryera gjatë vitit të kaluar, përfshirë ato të natyrës së rëndë dhe krimeve ekonomike. Raporti gjithashtu ka ofruar një pasqyrë të masave të ndërmarra për të luftuar krimin dhe ka theksuar përpjekjet për forcimin e sistemit të drejtësisë. Në raport theksohet se viti 2024 ishte një vit me vështirësi jo të pakta për prokurorët e jurisdiksionit të përgjithshëm për shkak të vijimit të punës me një numër të ulët të prokurorëve, si pasojë e procesit të rivlerësimit kalimtar. Megjithatë, përpjekjet dhe profesionalizmi i prokurorëve në të gjithë nivelet, pavarësisht ngarkesës, si dhe bashkëpunimi dhe koordinimi shumë i mirë institucional me prokurorinë e posaçme dhe policinë e shtetit, ka sjellë rezultate të mira. Veprat penale të korrupsionit vazhdojnë të përbëjnë një ndër sfidat më të mëdha të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Sipas raportit vjetor të Prokurorisë së Përgjithshme, për vitin 2024 ka patur një rritje të dukshme të hetimeve dhe ndjekjeve penale për korrupsion, veçanërisht ndaj funksionarëve publik dhe punonjësve të administratës shtetërore. Në raport evidentohen se gjatë vitit të kaluar janë regjistruar 497 procedime penale për vepra që lidhen me korrupsionin, ndër të cilat një pjesë e konsiderueshme ka të bëjë me shpërdorimin e detyrës, korrupsion pasiv dhe aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, si dhe me mashtrimet me fondet publike. Tirana si çdo vit ka rezultuar zona më problematike, duke përqendruar numrin më të lartë të çështjeve të regjistruara, ndjekur nga qytete si Durrësi, Elbasani dhe Shkodra. Sipas raportit, hetimet kanë përfshirë zyrtar të niveleve të ndryshme, përfshirë drejtues institucionesh lokale dhe specialistë në sektor të tenderimit dhe prokurimeve publike. Për vitin 2024, Prokuroria ka dërguar për gjykim 108 çështje për korrupsion, ndërsa janë dhënë vendime gjyqësore për 79 raste, ku një pjesë përfunduan me dënime me burg për një numër jo i vogël me pezullim dënimi apo gjoba. Në raport vërehet se bashkëpunimi me SPAK është forcuar, duke sjellë hetime më të thelluara dhe të mbështetura nga strukturat të specializuara. Megjithatë, evidentohet edhe mungesa e burimeve njerëzore të specializuara në disa prokurori rrethi, si dhe nevoja për trajnime të vazhdueshme në fushën e hetimeve financiare. Sa i përket pastrimit të parave, sipas raportit të dorëzuar nga prokurori i përgjithshëm për vitin 2024, gjatë vitit të kaluar janë evidentuar rreth 128 procedime penale për pastrim parash, me një rritje të lehtë krahasuar me vitin paraardhës. Prokuroria thekson se ky krim po merr forma gjithnjë më të sofistikuara, shpesh i lidhur me aktivitetet kriminale si trafiku i narkotikëve, kontrabanda dhe korrupsioni, duke u përpjekur të futet në ekonomi përmes bizneseve të lishme. Në raport theksohet se janë ndjekur çështje ku subjektet kanë përdorur kompani fantazëm, investime në ndërtime, aktivitete të lojrave të fatit dhe tregtinë me para në dorë për të justifikuar burimin e të ardhurave. Një shqetësim i veçantë mbetet mosdeklarimi i pasurive, ku disa procedime janë zhvilluar paralelisht me hetimet për fshehje apo deklarime të rreme të pasurisë. Në vitin 2024, për veprat penale të pastrimit të parave janë dërguar për gjykim 41 çështje, ndërsa janë dhënë vendime gjyqësore për 19 raste. Raporti thekson se bashkëpunimi ndërinstitucional dhe përdorimi i informacionit financiar të inteligjencës kanë ndihmuar në zbardhjen e disa skemave të ndërlikuara, ndërsa rekomandimet kryesore, Prokuroria sugjeron forcimin e strukturave hetimore financiare, më shumë bashkëpunim me autoritetet tatimore dhe bankare, si dhe përmirësimin e kapaciteteve për gjurmimin dhe sekuestrimin e aseteve të përfituara nga aktiviteti kriminal.